Kur muslimani sheh bukuritë e kësaj feje, i praktikon ato, u paraqet të tjerëve. Nga se dietarët e Islamit kanë thënë, po që se muslimanët kishin me bo përpjekje ma shumë me i shfaq bukuritë e kësaj feje të jo muslimanët, atëherë njerëzit kishin me hinë fe masovikisht. Por fatkeqësisht në këtë kohë ka ndodhur kundërta. Njerëzit, disa me qëllim e disa pa qëllim, kanë punuar gabim duke aprish imazhin, duke paraqit këtë fe ndryshe nga ajo që është. E pastaj njerëzit e kanë kuptuar se kjo, domethënë sipas veprimeve të tyre, sipas propagandave të tyre, e kanë kuptuar gabimisht këtë fe. Prandaj ne duhet vazhdimisht të punojmë, të angazhohemi që këto bukuritë e Islamit që tjerë nuk i kanë pa t'ua tregojmë, nga se kjo ata kanë nevojë për këtë. Domethënë popujt në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikur të thotë Allah, idha jaa nasrullahi wal fath. Kur ka ndihmë e Allahut dhe çlirimi, i ke pa njerëzit si kanë hyrë grupe masovikisht në fenë e Allah, kur i kanë pa bukuritë e Islamit të pejgamberit, të Kur'ani dhe të gjitha domethënë udhëzimet e Islamit.